një libër për juve. Faleminderit shumë. Edhe për juve. I bolle Berisha u duhet në për konferenca ndërkombëtare, për mbledhje e temave kombëtesa dhe shkrimi. Ardokitje, faleminderit shumë. Kanë libër në dha, janë nisi mirë. Po, zona i bolle, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit edhe juve. Po besoj që e dëgjove temën shumë interesante, lufta Izrael. Po. Shëballi, Po, këto gjithmonë luftrat kanë qenë interesante për fat të keq. Mirë po, unë nuk kuptoj atë shumë në politikën, sepse ajo shumë ftyrë. Ma shumë një thirër kafe, ja? Unë e kam vetëm një ftyrë. Jo, politika, islami pa politikë është si trupi pa kokë, por mua më intereson, do më thënë, jam kurajoze të di se si e përjetojnë nënat amerikane dhe nënat muslimane, këto ditët e luftës, e me të vërtetë, kjo luftë nuk ka të bëj as me politikën, as nuk është luftë fetare, po për mua është një luftë raciste dhe një luftë okupimi territorial. E ke thonë një status interesant që ke donë në mbështetje të liderit tanë shpirtëror? Po, lideri im shpirtëror është Ayatollah Ali Khamenei. Për ndryshe, ato e kam njohë që nga mosha 27 vjeqare. E ke njohë taku me to? Jam taku disa herë, po kështu përballë kam pas 3-4 metra në për konferenca. Po dhe se kam pas shumë lider shpirtëror? Zakonisht, jo, pas Imam Khomeinit vjen ky lideri, sepse ato zgjidhen nga konsensusi i qindra djetarve. Ayatollah Ali Khamenei, për ndryshe është Sejid do në të thot që është nga loza e familjes. Khomeini është gjithashtu, ai ka qenë revolucionari që ka kriju revolucionin islamik pra në botë. Prandaj për mua është vetëm lider shpirtëror, sepse ne si mas Kuranit e kemi obligative të besatohemi dikujt, dhe këta janë nga familja e profetit, nga ne që kemi lider shpirtëror. Khamenei ka familja profetit? Po, është Sejid, me shallat zi janë Sejida. Këta tjertë me dëbardë dhe ata janë djetarë, por nuk janë nga familja e profetit. Kështu që ata neve me qenë lider shpirtëror është shumë një ndjenje e mirë që ta kesh, mirë po nuk është pa tjetër të jetë edhe lider politik i një personi, sepse lideri im politik për momentin është qeveria Kurti, Albin Kurti, që e favorizoj. Në më thonë, lider politik, edhe shpirtëror të Allase, të kanë gjujt mediat për një kryet i të banën... Po, prandaj edhe kam, një mu jam me qetë, po për tek Kojshia Show kam shumë respekt. Faleminderit shumë. Edhe nuk mund ata të mos e pranoj. Shumë faleminderit, respekt shumë. Mund të bëj një ndryrë për historinë e Iranit 79-ën? Prandaj është, për mua është lider shpirtëror dhe asgjë tjetër përveç se normal që unë kam ndi një dhimbje, një keqardhje, e kam shpreh në... Nuk je veç ti, falë Altin, se rralla ju, nuk je veç ti, është edhe Hoxhë Muhamet ka ju dhe që në një farfur me... Po, Albin e ka shkrujt ma shumë, po unë drejtë me thamë... është edhe Hoxha Interu Mustafa Bajrami që... Unë tash po frigohem kosit, po I fry se më ka djek qumë shtinë zetë. E di që ke mojtë burg... Falë, ku se ke mojtë burg të pafajshëm, e di për këtë burg.